Aktivitetet e tjera mundohen pak sa me i rallu, sepse kam dëshirë që këtë muaj të shenjtë me kalu pranë familjes time, për gjithashtu duke krye dheritet e tjera fetare, duke lexuar librin e shenjtë Kur'an, apo duke thënë edhe dhikër apo dova të ndryshme. Kështu që mundohem që me i lënë vetës kohë pak më të lirë në këtë muaj, gjithashtu tu e ditë edhe rëndësinë që ky muaj e ka, kështu që mundohem me e shiju në maksimum. Një shumë. Po të regomni pak, a keni pas ndonjë moment vështirë gjatë muajit Ramazanit? Në këtë muaj që keni fillu tash, këtë vetë? Gjatë muajit Ramazan, ndoshta më thonë që s'kemi pasur dhe shumë momente të vështira, po një ndër momentet që ne kujtohesh ndoshta dita kur kam pas kokëdhimbje, edhe prap kam ujtë me kalu, nuk e kam prish, e kam majt ende derisa ka ardhur momenti i iftarit, sepse prap kur e kam kry normal orarin shkollor, kam shku në shtëpi dhe kam pushuar mundu që ma shumë kohë me i lanë vetës, për një që mos me prish edhe agjerimin, duke janë shkalu edhe aktivitetet tjera, shkaku që në momentin kur e vrem vetën që ndoshta nuk je shumë mirë shpirtërisht ose edhe fizikisht, duhet me lënë pak ma shumë kohë vetës, duan me pushu, pse jo me flajt gjumet e tjera, në mënyrë që edhe mos me ngarku më shumë trunin, shkaku që ai vetë tashmë është ngarkuar kur ti ke një kokëdhimbje, por prap mundesh me ja dalë nëse ti e don atë agjerim ose atë punë. Po në artë tregom, a e ndjen këtë ndikimin e Ramazanit në marrëdhëniet tuaja me shokët, mësuesit? Besoj se në përgjithësi kur diçka e bën me gjithë pasion edhe me gjithë dëshirë, nuk është që i vren edhe pengesa që i has gjatë saj. Njëjtë edhe që e përket muajit shenjtë Ramazanit, në fakt që e përket pjesës shoqërisë, shumica shoqërisime pra agjerojnë, gjithashtu edhe në familje, pra gjithë familja ime me Ramazan do më thumë në agjerim, që nuk është që ka sfida apo pengesa në momentin kur ti je idej në atë punë që e bën, po gjithashtu edhe je përkushtuar 100% kësaj pjese. Me qenë se thaç që një pjesë e madhe e shokëve në klasë agjeroni, a keni menduar me hongër në iftar kështu bashkë? Po, ka ndodhur ase, po tash nuk dihet me kismet. Gjatë këtij Ramazani, a planifikoni me bo ndonjë iftar me shokët ose? Kishte qenë diçka e mrekullueshme me bo një iftar, pse jo krejt bashkë edhe me shpejt dëshirat që i kemi, po nëse realizohet, është diçka shumë perfekte dhe na është plotësuar një dëshirë shumë e madhe për ne. Po. Sa po ju ndihmojnë familja dhe prindrit për kujdesin ndaj mësimeve? Tregom Fiona. Mu personalisht nuk është që nështë najherë kom nevojë shumë për përkrajnë e familjeve, ose për mojmë më thonë masaksh është për ndihmën e familjes në mësime, sepse jam edhe vajta më e madhe në familje, edhe më shumë të ndihmë ju jap unë motrës dhe vllajt e më të vogël, ndërsa për pjesën e prindve normal që ata gjithmonë më japin përkraje, por ashtu duke më thonë që nuk bëm u stresu shumë për pjesën e mësimit, se nëse ndoshta ndonjëherë prapë kur provon gjëra të tjera mundesh me pas sukses, që përkraja ndikon shumë për ditën kohë, pse jo edhe ndihma kur ndonjëherë mundesh me has në ndonjë ngecje. Çfarë moshe e ki motrën dhe vllahun Fiona? Motra ime është moshë 11 vjeçare, ndërsa vllau është në moshën 7-8 vjeçare. Apo agjeron motra? Motra të ka filluar me provu pak, po është ndoshta nuk është që mundet me arrit këtë pikë shumë, por prapë provon që ndonjë ditë kur është më e pushueshme me agjeru.